Kombëtarja shqiptare e futbollit përballet sonte në mbrëmje me Serbinë në stadiumin Air Albania në një sfidë të rëndësishme për një vend në Kupën e Botës të vitit të ardhshëm. Përballja do të vijë drejt për drejt dhe falas për të gjithë shqiptarët në TV Klan. Mesfushori Kristian Aslani thot në një intervistë për TV Klan se një fitore me Serbinë do të jepte më shumë shpresë ëndrrës për të shkuar në botror. Ai tha se nuk mendojnë për incidentet e të shkuarës, por vetëm për sfidën në fushën e lojës. Mbi 1500 forca policore do të angazhohen mbrëmjen e sotme për të garantuar sigurinë në ndeshjen mes kombëtares shqiptare dhe asaj serbe në Tiranë. Tifozët do t'ju ushtrohen kontrolleve të rrepta, në disa akse bllokohet lëvizja. Sapo kthyer nga Brukseli, Sali Berisha thot se për 2 ditë në tempullin e demokracisë u bë pretenca ndaj Edi Ramës dhe farsës elektorale. Përpara gazetarëve, Berisha u shpreh se raporti i Parlamentit Evropian përmbysi zgjedhjet e 11 majit. Specialistët e sigurisë rrugore thonë se vendosja e gabuar e tabelave të kufizimit të shpejtësisë në rrugët e vendit shkakton shpeshherë konfuzion dhe sjellje agresive të drejtuesve të automjeteve që në jo pak raste bëhen burim aksidentesh. Ekspertët e ekonomisë thonë se borxhi tatimor prej 4.7 miliard lekësh i krijuar në muajin maj ka disa arsye. Një prej tyre është keq kuptimi për paqen fiskale që i çoi shumë prej bizneseve në shtyrjen e pagesave me shpresën e ndonjë faljeje. Shumë pak e dinë se në zonën e Bovillës gjendet një vend banimi lashtë që daton nga mesjeta e hershme. Aty do të nisin shumë shpejt punimet dhe arkeologët thonë se ky mund të jetë një nga vetë banimet më të mëdhenj të kësaj periudhe në Tiranë.